sa shumë nostalgji sjellin këto sekuenca për Ciftin Eli, shumë dite pa gjime, shumë sakrifica në shijen e diellin e balte e ne stuj çdo ditë u bë rutinë e përditshme mbas tërmundimit në punë e deri te përfundimi i xhirimeve me plot sukses ditën e sot me Cifti Eli ka vendosur të ndajë me publikun çdo sekuencë ditë mbas dite që nga dita e parë për të qenë me transparent se fale këtyre skenave në datë 12 shkurt 2 ditë përpara Shën Valentinit njerëzit të kenë çfarë të shohin filmin e famshëm dhe të bukur të Ciftit Eli, një moment i shumë e pritur do jetë për të gjithë kinematët janë e bere gati lajmi po bën buje ditën e sotme u lajmërua që dhe në Kosovë do të shfaqet filmi sepse dhe atje pritet të transmetohet me padurim e pra një gjë e veçantë edhe. Në Kosovë do të shfaqet një produkt krejt bio, një komedi me nota humori që Luizit nuk i mungojnë një dedikim për dashurinë, një siluete për të vërtetën, një dëshirë dhe pasion që nga i fshehur del në pa si një real story love t'ingëllon kaq bukur kur e dëgjon e jo me ta përjetosh një dashuri si e Ciftit Eli. Ata vazhdojnë të lumtur krahe për krahe njëri tjetrit. Kiara gjithmonë është mbështetur nga Luizi, por për të Kiara është një siguri shpirtërore e cila e qetëson dhe e bën të ndihet i plotësuar sa gëzim me lumturi kur shet cift të tillë. Cifti Eli është cifti më i mirë i showbizit ku fale mundit të tyre kanë arritur këtu ku janë sot. Ne i urojmë Ciftit Eli të jenë gjithmonë të lumtur e të bashkuar bashkë me të voglen e vet dhe suksesen në çdo projekt që kanë e do të realizojnë në vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.